Mirëdita dhe mirë se po takumi këtu në Kramovik Travecit, ku punimet tashmë kanë filluar për parkun solar pas ankondit konkurrues të Ministrisë Ekonomisë. Parku do të ketë kapacitet prej 105 MW për kyçjen rrjet. Çmimi i energjisë 48 € për megavator është përcaktuar nga gara e fortë ndërmjet 5 ofertuesve. Kapaciteti tregon madhësinë e projektit dhe rëndësinë e tij për sistemin tonë energjetik. Mënyra e përzgjedhjes dhe çmimi konkurrues tregojnë kthesën që qeverisja jonë ka sjellur në projekte të mëdha të energjisë, transparencë plot, ku secili ka qasje në gjithë dokumentacionin, investitorët informohen çdo njeri njësoj dhe të gjithë konkurrojnë në kushte të barabarta e të qarta. Ky model tashmë është vendosur, është dëshmuar dhe do të vazhdojë. Ankondi ynë i radhës deri në 100 MW për energji nga era, tashmë është në fazën e fundit për dorëzimit të ofertave. Kemi 3 ofertues të parakualifikuar nga Franca, nga Gjermania dhe Kosova, si dhe nga Turqia, që të gjithë me përvojën dhe ekspertizën e duhur për sukses. Nga këtu ku jemi, mund të shohim në horizont turbinat e parkut të erës në Zatriç me kapacitet 70 MW, i cili është afër përfundimit. Ndërkohë Keku me përkrahjen e Bankës Zhvillimore Gjermane KfW ka tenderuar parkun e tij solar me kapacitet së paku 100 MW. Burimet e ripërtrishme të energjisë janë gjithnjë më të rëndësishme pra në peizazhin e energjisë, sepse përveç që janë të pastra, viteve të fundit teknologjitë janë bërë për herë e më konkurruese për nga kostoja. Ndërsa burimet e tilla si dielli dhe era janë burime të pashtershme që nuk kanë kosto dhe kontribuojnë në uljen e nevojës për import. Për integrimin dhe optimizimin e shfrytëzimit të këtyre burimeve, ne po investojmë në sisteme të baterive me përkrahje të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit MCC me grant prej $202 milion. Jemi mirënjohës që administrata e presidentit Trump vitin e kaluar ka vendosur të vazhdoj programin kompakt për Kosovën, vendim pas të cilit puna ka vazhduar intensivisht. Gjatë gushtit, presim ofertimin e kompanive të kualifikuar amerikane për ndërtimin e sistemeve të baterive me kapacitet 107 MW për 2 orë, gjithsej 340 MWh, ndërtimi të cilave fillon vitin e ardhshëm. Në kohë të turbulencave gjeopolitike dhe të luhatjeve të mëdha të çmimeve në bursa ndërkombëtare, siguria energjetike është edhe siguri ekonomike, edhe siguri kombëtare. Prandaj çdo megavator i prodhuar nga burimet tona na zvoglon ekspozimin ndaj krizave të jashtme dhe na shton mbështetjen për ekonominë e cila po rritet. Siguria e furnizimit po ngritet me më shumë prodhim vendor, me modernizim të kapaciteteve ekzistuese me thëngjell, me kogjenerim për ngrohje, me kapacitetet të reja të diellit të erës, rrjet më të fuqishëm, bateri, eficiencë energjetike dhe me treg të integruar me Shqipërinë dhe Evropën. Për të ardhmen, synojmë përdorimin e thëngjillit në mënyrë të përgjegjshme, me theks të veçantë të gasifikimit i tij, dhe po shqyrtojmë mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Për të rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë me Mërgatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjat. Për dekada Mërgata jon ka qëndruar pranë Kosovës në momentet më të vështira. Sot po shohim gjithnjë më shumë ndërmarrës nga Mërgata që po kthehen me investime, me prodhim, teknologji dhe me vende pune. Kjo është një fazë e re dhe tejet rëndësishme e kontributit të saj. Falenderoj qeverinë e SHBA-ve për mbështetjen në përgatitjen dhe dizajnimin e ankondit të parë solar. Ekspertiza e tyre kanë ndihmuar që procesi të zhvillohet mbi praktika të mira ndërkombëtare dhe të krijojë besim te investitorët. Falenderoj Ministrinë e Ekonomisë, zyrën e rregullatorit për energji, Kostit, Duksdevin dhe të gjithë profesionistët që kanë punuar në fazat e ndryshme të këtij projekti të përbashkët. Falenderoj investitorët për punën dhe për kushtimin e tyre për ta bërë këtë projekt realitet dhe një
tregim suksesit tonin e të tuaj. Ju uroj punë të mbarë, të sigurt dhe përfundim sa më të shpejt të projektit. Ju faleminderit për pjesëmarrje dhe për vëmendje. Është kënaqësi dhe krenari e veçantë që t'jemi sot këtu në Kramovik dhe afër këtu edhe te Guri i Zi, si gjithmonë na përmendim banorët kur vijmë në vizita. Kur e filluam këtë proces, si Ministri e Ekonomisë, ankandet e energjisë ripërtreshme ishin një koncept i ri për vendin tonë. Nuk ishim një model të gatshëm që duhet ta kopjonim, duhet ta ndërtonim vetë procesin, që nga përgatitja e kornizës ligjore rregulative, sigurimi i tokës, dokumentacionit teknik, marrëveshjeve komerciale, mekanizmin e mbështetjes, kyçje në rrjet dhe një strukturë të projektit që do të ishte njëkohësisht e drejtë për qytetarët dhe e besueshme për investitorët. Prandaj, ky projekt për ne është shumë më shumë se sa këto 105 megawatt që po shtohen, që po kyçen në rrjet. Këto janë tejet të rëndësishme. Mirë, po shumë përtej kësaj, për ne ky është një gur themeli i sektorit energjetik që po e ndërtojmë. Më i sigurt, më me shumëllojshmëri të burimeve, më i pastër, më konkurrues dhe e atraktiv për investime e investitor serioz. Çfarë kemi arritur, më shumë se gjithçka, më shumë se çmimi konkurrues, më shumë se megawattët që do të shtohen, është që kemi dëshmuar se Kosova mund të zhvillojë projekte të mëdha sipas standardeve ndërkombëtare, praktikave më të mira, të tërheq kapital, teknologji e kompani serioze. Rruga nga ankanti deri te ndërtimi nuk përbëhet vetëm nga puna që shihet në teren. Ka një sër punësh, leje, studime, projektim, financim, prokurimi pajisjeve, marrëveshje të kyçjes, që nuk prodhojnë gjithmonë fotografi, por pa to nuk prodhohet asnjë megawatt energji. Deri tani, ky projekt u shpalli dështuar disa herë nga palë të ndryshme, ende pa përfunduar në fakt procedurat që e bëjnë të mundur realizimin e tij. Për disa, një fushë që pa panele ishte dëshmi se nuk po punohej. Mirë, po ne kishim gjithmonë besimin, sepse e dinim që edhe investitorët edhe ne po punonim çdo ditë që ta bëjmë këtë projekt të suksesshëm. Për ne me rëndësi ishte që të funksionojë projekti jo për një cikël lajmesh, po për dekadat në vijim. Ne nuk kemi zgjedhur të përgjigjemi çdo deklarate me një deklaratë tjetër. Kemi vazhduar të punojmë, kemi zgjedhur të vazhdojmë punën. Sot përgjigja më e mirë është këtu në Kramovik, kur po inaugurojmë fillimin e punimeve të ndërtimit që tashmë veç se kanë filluar. E kjo është më e rëndësishmja. Kosova po ecë përpara, sektori i energjisë po ecë përpara dhe kjo është përtej çdo polemike e çdo politike ditore. Ceremonia e sotme sigurisht nuk është fundi i punës, është një moment kur përgjegjësia bëhet edhe më konkrete. Nga investitori presim që me angazhimin dhe përkushtimin që i kemi parë dhe dëshirën që i kemi parë tek ta deri tani për ta përfunduar suksesin me projekt, të vazhdojnë me realizim, me një ritëm profesionalizëm dhe përgjegjësi të plotë. Respektim të afateve kontraktuale, detyrimeve kontraktuale, standardeve teknike mjedisore dhe të sigurisë. Ne si institucion dhe të gjitha ne si institucione që në ndonjë formë ose tjetër kemi rol të mbikëqyrjes, do të mbështesim zbatimin, siç kemi bërë në çdo hap, por edhe do ta mbikëqyrim me seriozitet. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë që në ndonjë formë kanë kontribuar në reformat në sektor, mirë po edhe në zhvillimin e këtij projekti. Që nga Kryeministri e tërë Qeveria e Republikës së Kosovës, të gjitha ministritë relevante që kanë kontribuar. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes USAID-it ka qenë përkrahasja kryesore e projektit në fillimet e tij dhe përgjatë dizajnimit dhe zhvillimit të ankadit. Zyra Regulatorit për Energji, Kosti dhe Ministria e Mjedisit, e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në atë kohë, gjithashtu edhe Ministria e Bujqësisë. Luxdevi në Kosovë, ekipi i Ministrisë Ekonomisë dhe mbi të gjitha zotri Orllati, Lindja Soller, zoti Petit Pierre, të gjithë partnerët që përgjatë gjithë kohës janë angazhuar që të kemi një projekt të suksesshëm. Këtë projekt e bën edhe më të rëndësishëm fakti që
Projekti bashkon kapitalin dhe përvojën e diasporës me ekspertizën e kompanive ndërkombëtare. Prandaj ky investim është edhe një votbesim në Kosovën nga diaspora dhe nga investitorët e huaj në institucionet e saj dhe në të ardhmen e sektorit ton energjetik. Dielli mbi Rahovec ka qenë gjithmonë këtu, megjithse në këto momente pikërisht kore, ndoshta për të na lehtësuar këtë kohë të fjalimeve. Mirë, po nga sot po fillojmë ta shndrojmë atë në energji për qytetarët, në investim për ekonominë dhe në siguri për shtetin. Urime të gjithëve, edhe ju dëshirojmë punë të mbarë dhe mezi presim që të kthehemi këtu për t'i parë nga afër vendosjen e paneleve edhe gjithashtu edhe prodhimin e energjisë. Sukses dhe ju falenderit. Jam i nderuar të marr pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve, projektit parë të Ankondit të hapur për energji diellore në Kosovë, pra ndërtimin e centralit fotovoltaik me kapacitet prej 105 megawatësh, një investim ky strategjik që mundson forcimin e sigurisë energjetike të Republikës Kosovës dhe krijon vlerë afatgjatë për qytetarët e Republikës Kosovës. Natyrisht duhet i përshëndes edhe përfaqësues të ambasadës së Zvicrës, pastaj zonjen Luiza Helms, që është edhe drejtoresh ekzekutive e kompanisë Lindja Solar, po krahas funksion të përshëndetjeve, po ashtu edhe vëllezërit Orllati, Avneun, me edhe 4 vëllezër tjerë dhe nonën e Avneut, pra që është prezente këtu, dhe gjithë ata që kanë kontribuar e po kontribuojnë që ky projekt tash të hedhë shtat këtu në zonat midis ose në zonën ndërmjet Burit Kuq dhe Kramovikut. Komuna jonë, pra komuna Rahovecit, ka qenë partneri përkushtuar në realizimin e këtij projekti. Investimi shtrihet në Burit Kuq dhe Kramovik, ndërsa përmes kuvendit komunës së Rahovecit kemi vënë në shfrytëzim një pronë komunale diku rreth 2 hektar. Po ashtu në bashkëpunim me Agjencinë Pyjore të Kosovës është realizuar edhe bartja e gjithsej 112.56 hektarëve tokë për shfrytëzim, pra për nevojat e Ministrisë së Ekonomisë për ndërtimin ose vendosjen e paneleve diellore, duke krijuar kështu kushtet e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të projektit. Po ashtu, ne kemi formuar grup punës me drejtoritë përgjegjëse për të koordinuar bashkëpunimin me Ministrinë e Ekonomisë dhe kompaninë Lindja Solar, duke përmbushur me kohë të gjitha obligimet institucionale si komunë e Rahovecit. Jam shumë i lumtur që fituesi i këtij projekti është konsorciumi Orllati Group, i udhëhequr nga zoti Avni Orllati, një biznesmen i suksesshëm me prejardhje nga Brestoci i Rahovecit. Është shumë rëndësi për Kosovën, për neve edhe më konë energji e pastër. Kanë më bëu dikun 1.200.000 metra katror panelet kanë më qitë këtu, jam shumë i kënaqur për këtu. E falenderoj shumë qeverin, ekipet që kanë punu, që kanë thonë, që kanë bëu këtë mundësi sot, që kanë bëu këtë punë të mundshme sot. Nuk u konë ka laj, ka pas normalisht kjo projektet e maja i kanë përfaki do gurgjit vogël shka e pengojnë punën pak, ama kryesore sot jemi shumë të kënaqur puna u nis sot edhe ka më vazhdua. Shfrytoj rastin për me falenderu partnerët e tonë, ekipet e tonë që kanë punu, që kanë marrë këtë punë gati për 2 vjetë që kanë të punu këtë punë, me besim, me angazhim të mirë, të madhë, familjen teme, edhe mamin që janë këtu e përshëndeti sot. Ta mirë shumë.